Ndërkohë, Sokol Demon, kolegun ton që ndodhet pranë vendit të ngjarjes për të kuptuar diçka më shumë se çfarë po ndodh dhe ndoshta për të ndërtuar një le të themi kronologji të kësaj vrasje. Sokol, përshëndes, çfarë dim deri tani, çfarë mund të raportojmë dhe si është gjendja e dy të plagosurve nëse kemi informacion për këtë? Po, Arlind, përshëndetje. Në fakt është një ngjarje e rëndë e cila është regjistruar ndoshta diçka më shumë se 30 minuta pra në brendësi të gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm të Tiranës. Ka mbetur pra i vrarë njëri prej gjyqtarëve të kësaj gjykate, Astrid Kalaja, teksa dy persona të tjerë janë të plagosur. Burimet pranë spitalit bëjnë me dije se dy personat e plagosur, pra njëri prej tyre është në sallën e gjyqit, por nuk ka rrezik për jetën. Në momentet që flasim, ka një numër të konsiderueshëm të forcave policore të cilat kanë bllokuar pra qarkullimin nga zona e Urës pranë xhamisë Namazgjas deri pranë Urës këtu në Alidem dhe sigurisht po kryen veprimet e parahetimore. Nga ajo çfarë mund të themi është se gjyqtari Kalaja pra ka qenë në një proces gjyqësor i vetëm pra si trup gjykuese, duke shqyrtuar një çështje ku autori pra i ngjarjes dyshohet se është palë pra në procesin gjyqësor i cili ka nxjerrë armën dhe ka qelluar në drejtim të tij duke prekur edhe persona të tjerë të cilët kanë qenë pra brenda po në gjykat dhe që konfirmohet pra që janë babë e birë. Sigurisht që deri më tani janë informacionet paraprake, ajo çfarë ne kemi arritur që të mësojmë është se bëhet fjalë për një gjykim pra për një çështje administrative kundërshtim të veprimeve përmbarimore të cilat pra autori i ngjarjes ka qenë në proces gjyqësor me vetëm gjyqtare Astrid Kalaja dhe që normalisht më vonë pra ka ndodhur edhe ngjarja e rëndë, por që nuk dihet saktësisht në çfarë rrethanash të plota, të cilat normalisht do të vjojnë të hetohen nga ana e grupit e timorit, cili po punon pra intensivisht në lidhje me ngjarjen. Ajo çfarë gjëja më kryesore që të bën më shumë përshtypje në gjithë ngjarje është dështimi total i gjithave masave të sigurisë të gjykatës pra të apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, të cilat nuk kanë kontrolluar në mënyrë të plotë autorin pra të dyshuar të kësaj ngjarje të rëndë, i cili rezulton të jetë pra palë shkëmbi dhe që është arrestuar nga ana e policisë. Në momentet që flasim, bëhet me dije se ai është shoqëruar pra në ambientet e komisariatit numër 1 këtu në Tiranë dhe pa diskutim në vijim pritet të ketë një version të plotë, pra një marrje të tij në pyetje mbi shkaqet që kanë çuar pra deri në nxjerrjen e armës ose më saktë futjen e armës brenda një salle gjyqi dhe për të shtënë në drejtim të gjyqtarit i cili nuk mundi pra ti mbijetoj plagëve të marra, pavarësisht se u dërgua pranë spitalit të traumës, ai ka humbur jetën në sallën e gjyqit dhe që sigurisht tashmë do të ketë një proces të gjatë hetimor deri në zbardhjen totale pra të kësaj ngjarjeje të rëndë. Mund të themi se autori është nisur Sokol për t'i vrarë të tre nëse ka patur qëllim këtë, pra kemi babë birë që janë palë kundërshtare në gjyq ndoshta dhe gjyqtari Kalaja i cili ndroi jetë. Sigurisht këto do ta thonë hetimet në mënyrë të plotë, është ende e paqartë, të paktën për momentin dinamika se si ka ndodhur pra ngjarja, por ajo çfarë po gjykohet të paktën për momentin në sallën e gjyqit nga gjyqtari Kalaja, bëhet fjalë pra për një proces gjyqësor përmbarimor, i cili me sa duket edhe më herët pra ka qenë i hapur pothuajse edhe nëpër media dhe patjetër që mund të ketë qenë edhe shkaqet kryesore pra që kanë çuar autorin e kësaj ngjarje të rëndë pra që të hyjë brenda gjykatës për qelluar të paktën në drejtim të gjyqtarit i cili mbeti i vdekur. Mbetet për të parë në vijim pra nëse synimi i ty ka qenë për eliminimin edhe të dy personave të tjerë, pra babë e birë palë po ashtu në proces, apo ka qenë pikë synimi vetëm gjyqtari Kalaja, i cili nuk mundi pra ti mbijetoj plagëve të marra. Në informacionet e fundit që vinë pra nga burime pranë spitalit të traumës, na bëjnë me dije se gjyqtari Kalaja pra ka shkuar i vdekur pra pa shenja jetën në spital, pavarësisht se është bërë gjithçka nga bluzat e bardha për të mbajtur pra në jetë, nuk ja ka dalë pra dhe për shkak të plagëve të rënda sot pra kemi një gjyqtar të vrarë i cili nuk mundi të mbijetoj kësaj ngjarjeje të rëndë. E theksova pak më herët që autori është shoqëruar pra në ambientet e komisariatit numër 1, aty do të merret në pyetje mbi shkaqet e kësaj ngjarjeje të rëndë, një grup hetimor i posaçëm
ngritur pra nga drejtoria vendore e policisë të Tiranës bashkë me prokurorinë e kryeqytetit do të bëjë mundur zbardhjen në total pra të gjithë dinamikës dhe shkaqeve të ngjarjes, të cilat pra do të mësohen në orët në vijim. Ne e përmendëm pak më herët, por duket se ajo çfarë patjetër bën përshtypje në këtë ngjarje të rëndë është dështimi total pra i të gjitha masave të sigurisë të gjykatës, të cilat kanë lejuar një palë pra gjyqësore me një kontroll të dobët ndoshta ose pa kontroll fare për të futur një armë pra brenda hapësirës së një gjykate e cila rezultoi pra të sillte një ngjarje kaq të rëndë me vdekjen e një gjyqtari dhe me plagosjen e 2 personave të tjerë, bab e bir, pra të ndodhur jo më shumë se 30 apo 40 minuta më parë në këtë zonë. E theksuam që dinamika do të zgjidhet në vijim pra nga grupi hetimor, brenda në sallën e gjyqit aktualisht ku është e pamundur pra për të afruar më tepër pasi policia ka vendosur pra edhe shiritin e saj për të mos lëvizur më afër, po kryen të gjitha proceset hetimore, mbledhja të gjitha provave në vendngjarje për të dokumentuar ngjarjen e rëndë pra në mënyrë të plotë edhe sigurisht shoqëruar edhe me ndonjë dinamik të plotë që mund të shoqërojë dëshmia e autorit pra të kësaj ngjarje, Pal Shkëmbi, i cili e theksoi pra në momentet që flasim është pranë komisariatit numër 1 aty ku do t'i nënshtrohet një seancë të gjatë të marrjes në pyetje në lidhje me shkaqet pra dhe arsyet që kanë çuar deri tek ky vendim kaq i rënd pra për të shtënë në drejtim të një gjyqtari dhe 2 personave të tjerë pra të cilët vënë të plagosur në këtë ngjarje. Gjyqi ka qenë planifikuar sot, pra kuptojmë nga kjo Sokol që është vrarë gjatë seancës, ndoshta dhe bëhet fjalë për një çështje pronash, siç përmendë edhe ti pak më herët, pra një çështje kundërshtimi përmbarimor. Pra janë informacione grimca të tilla që dalin dhe ndoshta plotësojnë diçka më shumë panoramën apo fotografinë e plotë të ngjarjes. Pa diskutim, ajo çfarë duhet theksuar është se gjithçka çfarë mbetet si ka hyrë i armatosur personi, autori dyshuar në sallën e gjyqit. Kjo është pika kyçe, besoj që do të ketë një tjetër hetim pra të ngritur nga ana e autoriteteve për të kuptuar jo vetëm mbi ngjarjen e rëndë pra dhe nxjerrjen përpara drejtësisë të personit apo të autorit të dyshuar të kësaj ngjarje Pal Shkëmbi, por njëkohësisht një hetim paralel besoj do të nisë për të parë se si kanë dështuar pra të gjitha masat e sigurisë brenda gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe që prodhuan pra një situatë e cila nuk kishte parë pra më herët në vendin tonë. Pa diskutim, do të jetë një hetim i gjatë, por që nga ajo çfarë të paktën ne po punojmë në momentet e fundit për të kuptuar pra mbi gjithë dinamikën e asaj çfarë ka ndodhur apo për procesin gjyqësor, të paktën përmes verifikimeve tona, seanca gjyqësore pra ishte parashikuar të kryhej ditën e sotme pra në datën 6 tetor në orën 14 me gjyqtarin Astrid Kalaja, me disa palë të cilat kanë qenë në proces, të cilët më lejoni që t'i përmend bëhet fjalë për Ragip Kurtajn, Gjok Martinin, Seladin Brankajn, Dukate Lekën, Pal Rethin, Gjelosh Sufajn e të tjerë të cilët janë pra persona pjesa më e madhe të cilëve janë paditës, ndërsa nga ana tjetër bëhet me dijet paktën nga verifikimet që kemi bërë në momentet e fundit, po ashtu ajo çfarë Gjon Shkëmbit paktën është person i tretë pra në këtë palë. Sigurisht do të verifikohen në mënyrë më të plotë në minutat në vijim për të patur pra edhe një përcaktim më të saktë të gjithçka e çfarë ka ndodhur në lidhje me këtë proces. Patjetër do të punohet edhe në vijim pra nga ana e grupit hetimor për ta saktësuar më tepër pra çfarë ka ndodhur gjatë seancës gjyqësore apo procesi gjyqësor pra në të cilin është kryer pra edhe ngjarja e rëndë dhe sigurisht konflikti që ka çuar deri në këtë përballje brenda seancës brenda sallës së gjyqit pra për gjatë seancës së sotme gjyqësore. Ndërkohë, të flasim pak për sigurinë në godinën e gjykatës, Sokol,
si zhvillohet ajo dhe kush mendohet paktën në pamje të parë, të mbaj përgjegjësinë, ti the që do të nisin hetimet sigurisht, por ama është mjaft rënditse që një gjyqtar dhe 2 persona plagosen dhe një gjyqtar vritet në sallën e gjyqit. Pa diskutim, e përmenda pak më herët që bëhet fjalë pra për një hetim të gjatë, të gjerët, i cili do të kryhet nga ana e grupit hetimor në lidhje me ngjarjen, por besoj një hetim tjetër do të kryhet edhe në lidhje me masat e dështuara pra të sigurisë, të cilat kanë çuar pra deri në këtë ngjarje të rëndë. Imagjinoni që puna e organeve pra të sigurisë së gjykatës të ishte kryer ashtu siç duhet. Një ngjarje e tillë mund të ishte parandaluar shumë lehtë. E para për arrestimin pra